Tash në njënit që për shembull mund ta shohë, po e ke pyet Beri, ke thënë edhe Beri, edhe Berishës ja kam thënë, po nuk më gjon. Do drejtohem ty se kishe shumë përgjan doktorin Legjenë. Po në fëmijën kam lind në zonën e Elbasanit në Dumre, se familja ime ka qenë familje internume që në vitin 69. Jam rikthyer në Kukës diku në vitin 84. Shkollën e mesme kam qenë student goxha e mirë. Dhe po. Kam qenë student i mirë, s'po du me hyrë në ato detajet. Kam marrë jam diplomu për programim, se ma kanë bo vrejt e prezentohu njërë kushie dhe po prezentohu ma hera parja kam nis ka aja. Kam qenë me levizjen, me levizjen për shkak timati, jo se kam qenë unë personi që i kam prik këtyne punëve, po në moshën 17 vjeçare jam bashkangjit levizjes formimit PD-s edhe të mbështetjes Partisë Demokratike që në 10 orë 90-s. Në vitin 99 jam rikthyer kryetar në Kukës në kohën e trazirës Kosovës që ndodhi si kryetar i forumit rinor. Kuptohet, si natyrë pak rebele jam zgjedh nga salla aty direkt, sepse këto organe drejtuese të partisë që në atë kohë kanë pas pak problem këtë punën e fjalëve që folshan. Pastaj jam zgjedh sekretar dege në një kandidim për kryetarin e partisë Kukësit huma për një numër të vogël votash edhe u zgjodha sekretar dege. Në vitin 2009 jam zgjedh kryetar i Partisë Demokratike dhe kam drejtuar zgjedhjet e vitit 2009, që të them drejtën kanë qenë zgjedhje të lehta, jo të vështira, për shkak sepse ishte rruga e kombit që e kishte në atë kohë, domethënë dha shumë impakt. Në vitin 2013 kam qenë prap kryetari i Partisë Demokratike dhe në atë kohë siç ndodhi me rezultatin tuaj në Fier që në zgjedhjet e fundit që pat impakt sepse ishte i vetmi rezultat pozitiv i Partisë Demokratike në 25 prill, edhe në Kukës në atë kohë ishte i vetmi rezultat pozitiv që rujtëm fitoren në Kukës në vitin 2013 kur humbin gjithë Shqipërinë. Por mos thënë që shku me rritje edhe me vota. Domethënë kam një përvojë politike në drejtimin e Partisë Demokratike për një kohë shumë të gjatë. Kam qenë antar i bordit pushtetit lokal për MPD-s që nga viti 2003 në vazhdim. Jam propozuar në 2015 për të qenë kryetar i bordit i departamentit PD-s në Tiranë, po them drejtën ka ishte një situatë e tillë që unë isha pak shumë i rezervuar me atë çfarë po ndodhte në Partitë Demokratike dhe pothuajse më shumë nuk e pranova unë se sa sepse duke qenë në Zanafil në 2014 dhe në 2015 në Partinë Demokratike unë kam qenë i pari që kam kritikuar udhëzimin e parë që nxorri Lulzim Basha në lidhje me riformatimin e PD-s që donte të bënte dhe ai riformatim që Lulzim Basha filloi në 2014 ka qenë edhe Zanafilla e gjithë shkatrimeve dhe sherreve që ndodh këtu. Pa mundësi për të pas njerëz për të ngritur zonin për të thënë ç'a bën, kështu shku. Domethënë erdhën këto situata. E në 2015 të reforma territoriale unë kam qenë një ndër njerëzit e afërt Lulzim Bashës që e kam kritikuar shumë fort, kush ka qenë me pushtetin lokal atëherë ka qenë një takim i madh në Hotel Tirana që e kam kundërshtuar, i kam thënë duhet gafa më e madhe dhe nderi më i madh që i bëni ju Edi Ramës nëse nuk futesh në debat. Futu në debat, njerëz pushtetin lokal ne kishim me shumicë specialistë dhe të fitojmë debatin, pastaj vendosin se çfarë do ndodh. Pjesën tjetër nuk po e tregoj se në 2018 në mas 25 prillit edhe në vazhdimsi edhe tash me doktorin, domethënë kësaj i biun, kësaj zhurme i bie, them do të kemi serioz me apo po dën as e kemi seriozisht. Dhe këtë nuk e kam as me Lulzim Bashën, nuk e kam as me X person, as me Sali Berishën, po e kam janë ca rregulla që këto nuk i kanë qefa, nuk i duna, po të thush nuk i kuptojnë, unë nuk mund ta them këtë, se këto nuk janë njerëz pa nivel që si kuptojnë. Për shembull, çfarë rregulli ju them unë? Kam 6-7 vjet ju them, kur shkojmë në Këshill Kombëtar, votojmë 150 vet. Dhe nuk ka kuptim. Pse nuk lini 10, 15, 20 vet, sa ka kuptim? Nuk më gjojnë. Ju them ka ca rregulla për ne, nga që i kemi fut dur dhe jemi bo pak duhet votash, tash njerëzit duhet krijojnë besim te ne.
se do ta filmojmë atë mjedisin ku votohet dhe numërohet që mos kemi sherr me njëri tjetrin. Qofse unë për shembull dalë dhe hamensoj, unë personalisht nuk ankohem kur për vjedhje votash, po edhe po muj votën jam I pa zoti unë them. Po zakonisht me tjerë them, filmojeni dhe kur unë vi ankohem, urdhro ku e ke filmin edhe mos na lodh me këto hipoteza, mas hipotezash. Nuk më gjojnë edhe këtu. Dhe tek proceset e votimit kur I shoh që votojnë kokë në kokë njerëzit, shuj thëmor ne kemi kërku demokracinë me votu secilin e sa vet. Nuk kemi me votu në grup. Se po votu në grup prishet demokracia, prapë edhe këtë nuk e ngjojnë këto. Tash unë kam drejt nxehem në herë kur më thonë kështu se thon pse s'ka kanë këto që s'më ngjojnë. Tash në njënit që për shembull mund ta shohet, po e ke pyet Beri, ke thënë edhe Berishës ja kam thënë, po nuk më ngjon në do drejtohem ty se e kishe shumë përgjan doktorin legjende. Dhe e kam bisedu me doktorin edhe një element tjetër. Doktori kam thënë pas 8 janarit, me thënë drejtën më zhdhim me 8 janarit, sepse kemi qenë me vend aty kur na kanë ngjujt këto bashkistat na mrena me gaze, me policinë, mu shiqyr së më prekin ato policisë janë të mjoft tash, sikur se prekin për shembull deputetin, po ato pjesën tjetër I dërmu ndrua ditë. I kanë bo atë ditë që I kanë hedhë në lanë, po, edhe është e dhimbshme ajo. Po unë atë ditë kam qenë unë atë ditë nuk kam, dikush ka qenë kundra Lulit, dikush ka qenë për doktorin, unë atë ditë kam qenë për veten time. E di pse ajo? Sepse unë atë kuvendin në datës 11, kur mblidhen gjithë demokratë e Shqipërisë dhe argëzojnë modelin e Lulzim Bashës, unë e quaj ngjarjen më të madhe historike në Partinë Demokratike. Pra quaj kuvendin e 11-s që thotë, kjo nuk ban u qumë dhe argëzu me votë. Pastaj pas 11-s është përgjegjësia e Sali Berishës. A do ta rregulloj siç e premtoi këtë punë ose? Dhe një ndër gjërat që unë mbështeta Sali Berishën I thash bravo të qoftë ishte debati. Jo debati se më teket mu kam qef unë muzon, po debati është element. Dhe unë kam kaq vjet që e kam detaju dhe kam thënë që demokracia në Shqipëni e ka hilen të ky debati. Është si puna e Chelsit. Pse e ka hilen të debati? Se nëse për shembull unë debatoj, sepse tash e kam edhe mik kryetarin edhe I them, kryetarin nëse ne debatojmë marrim vesh të kush është burr më I Zotit. Ë? Mirë, kryetarin e thras. E di. Po jo e njoh edhe e marr për shembull se si me teatri. Deputetin, ç'është kjo? Jo, po është më mu më thrasin në kukës pa qenë kryetar edhe unë për respekt po e thras kryetarin, se ke qenë po kryetari I partisë tu ka qenë më I madh se deputetët, se sa ka këtu kryetar një është deputet bon 7-8. Ashtu dhe po diskutuam dhe po debatum ne të dy këtu në tavolinë, kuptohet, duke respektuar normat njerëzore, njerëzit marrin vesh. Nëse unë apo kryetari kemi më shumë argumenta se kush e di më mirë një punë. Pra kur bëhet vlerësimi dhe gjykimi në thelb debatit, ju nuk ja futni kot kush është më I miri. Sepse duke e njoft kryetarin deputetin si dush, ti themi, ju do votoni Luanin, po Luanin. Do e votoni më shumë këtë se sa unë pa e ditur se kush jam unë. Pra atë punë duhet debati dhe çfarë detyrohet për shembull. Edhe unë edhe Luani detyrohemi pastaj kur ne na zgjedhin kështu pa e ditë kush jemi, shkojmë I kacavirremi Lulzim Bashës te kam. I themi kryetara, mund të na hapësh pak rrugën ti të vim këtu, të bëhemi pak deputeta, të bëhemi pak kryetar partie, se kështu ka nodha e punë. Dhe këtë kacavirrën unë e kam problem. Po nuk mund kacavirret, për shembull një kryetar partie, për shembull I Fierit, siç ka qenë Luani, në momentin që fiton. Momentin që fiton ti nuk ja zë dot rrugën ti përballë, sepse është rregull I karrierës. Momentin që sfiton, pastaj fillon edhe hapet diskutimi, ti po sfitove do I lëshosh rrugën tjetrit. Dhe kjo quhet karrierë në Partinë Demokratike që unë mos pyes kush është, as Lulzim Basha, as kryetari im, as unë për në çfarë do lloj pozicioni për atë që ke më sipër, pra ti e ke rrugën e hapur që të garosh. Ndërsa ç'a ndodh në Partinë Demokratike? Jo se e kam unë, po marr shembull për vete që Lulzim Basha vendoste, e ke apo se ke emrin listi? Tash e ka ik Lulzim Basha vendos Sali Berisha, e ke apo se ke emrin listi? Se për shembull emrin tim në Këshill Kombëtar Sali Berisha e vendosi, se këto tjerë s'do e kishin vendosur. Pra tha Sali Berisha, ky do e ketë emrin. Po unë nuk kam qef thoj Sali Berisha ky do e ketë emrin. Po unë I them Sali Berishës për shembull, ti nuk e
ti ke bo shumë mirë që më ke mbrojt drejtën time, po unë e kam lënë karrierën politike dhe më keni heq kur kam qenë fitus në Kukës, kur ka humbë gjithë Shqipëria. Dhe se është drejta jote të më thusha garon ajo, se ti se ke pronën tane dhe shpinë tane këtu. Ashtu si që mund t'i thonë ish kryetar Luanit, për shembull, për faktin që ka qenë kryetar, ka fitu dhe nuk janë fjalët ato që e përbëjnë meritën e personit, janë veprat punë që ke boti. Ky është elementi i tretë. I katërti që u shkel tash është një element, dhe Sali Berisha te puna e debatit edhe e karrierës, këtu kemi fillu debatin ne. Për shembull se unë nuk kam, domethënë nuk është se unë po filloj dhe po debatoj me këto që janë kryet PD-s, si me Lulzim Bashën, si se me Sali Berishën, se kam qef unë gricën. Po tash kur ke thënë 6 muaj debati, në fundit edhe 6 muajve sa burrnorë, se ne ka veriu e kemi edhe problem këtë punë burr. 3-6 muaj debat, mas 6 muajve tash e pata gabim, kjo nuk shkon. Më shqetëson mu kjo shumë. Edhe unë du ta ndaj si shqetësim edhe me njerë, si ti del 6 muaj e ndërton gjithë aksionin politik për të rëzu Lulzim Bashën në disa pika dhe në fund thu nuk janë këto pika. Tashi mund t'i metet në njani që e do doktorin, po kjo janë fakt. Tashi unë, në qofë se unë gënje, do të më thonë, prit ndalo se këtu gënjeve te ky fakt.